Që të mund të shqipit të ta mbush mundjen? Dil të qafi arkushi edhe kaq. Më shohësh të mund? Në këtë gjendje që jam unë sot? Or goca, po tash pse bën kështu do të pyesi herë kot. Okej, do rregullohesh, do bëhesh e mirë, do bëhesh më e bukur në botë. Okej, do të shohun. Po, as do jesh ndonjëherë në këtë gjendje që je tash? Po ku e di ti? Po që do jesh më se ti do rrish gjithë jetën e bukur për mua, do zgjohesh ndonjëherë. Bukur do rri patjetër që po ti do jesh në gjumë, do rregullohen banjo. Ça jeni ju gocat shijara. Po në njërë anë, më pëlqen që t'jeti femër ka që kujdesme, po s'besoj që ka nëjë femër që mund ta bëj këtë gjithë jetën. Që do me thënë kjo, që ti e veti kujdesshëm kështu si nga natyra edhe nuk pret që dikush tjetër t'jetë njësoj si ty? Ku e dëgjove këtë ti? Po atëherë? Atëherë thash, femrat e kanë për le të themi për natyrë që të jenë të bukura, sido që të jenë ato janë të bukura. Po pse s'del pra, që thu nuk jam në këtë gjendje me që je bukur? Po çon si kam stal. Edhe e di, nuk ka. S'ma do kjo egoja ime tash në këto momente që unë të dal. Po mirë, ti nuk është se the nuk du, ti the nuk dal në këtë gjendje, është i gjë që ti e the ti, ose thash unë. Po si ka mundësi më vlla, si ka mundësi më Ariel? Si ka mundësi që shkone për Europë ku dëgjon fol me gocat, cilën thjesht, cilën mirë, as nuk përpiqen të bëjnë inferiore, as cilën intelektuale, as ku dëgjon të cilën të flasin thjesht. Kurse ju tash për kaq bisedë po mbën sikur jemi në prokurori, s'ka si gjë të keqe, dil me të pa kaq, jo po s'ma do egoja, ja po s'ma do ajo, s'ma do kjo. Po ti shike pordhat fare ti. Po pse apo të them unë gjë që po bëj pordh? Po pse çfarë po të them? Pse jam për dha se nuk po t'jap ty të drejtën, po ke drejtë, je mësuar me ato dy që kalove para meje ti. Ato dy që kalova para teje? Tha. Jo, s'kam kaluar dy, në fakt kam kaluar një 10 copë. Po nuk thash 10, thash 2 të fundit para meje. Jo, 2 të fundit ishin të mirë. Po ti ishin të mirë ato do rri. Ishin të tillë për spaktën. Po ti ishin të mirë ato do rrije me ato ti s'do vije këtu. Në kush të thashë që s'ndeta unë. Ai ke ik nga ato. Po ash është qefi, kupton sa të del shefi fap swipe. Pse më nga këto femra tjetër që prishesh shpejt? Po pse më Nazari gjeta me gjithë burrën? Po nuk thash për burr, më thash për shoqëri e kështu. Po hiç më fare nuk më intereson. Ti për çfarë u fute këtu? Po fute për të bërë muhabet. Jo, kush me muhabet? S'kam kohën ç'a të bëj unë futet gjene gost mirë ta njoh. Dal ta takoj. Po, patjetër. Si patjetër. Okej. Provo hap kamerën ti dhe më thuj më hajt në tako shife, e mbyllun këtë apo se mbyll? Apo më thuj që... Gjithë këtë thunë, një sekund, tash se po del në kontradikta me vetën. Jo, s'po dalu, po ti s'do me më kuptu. Gjithë këtë thunë i bukur, me gjithë këtë pamje, parashitje të gjitha, ke ngel ti me gjithë gocë Nazar. Po s'ka me gjë. Jam futur këtu, gjej, jam më folë ti mua tash ditë të shoh ti dhe hajde të takohemi në bashkë dhe unë do ta mbyll këtë. Seriozisht? Ore, ti s'po kupton ç'a do të them unë. Unë Nazari nuk e shoh as me tall trapin, as me gjet nusa, si gjë e shoh si rrjet social. Unë ty mund të kisha njohur dhe në Instagram. Ku është ndryshimi që po të njoh në Instagram apo në Nazar apo në TikTok apo ku dëgjon? Se ti, më thuj ti. Po ti që përderisa po ma thu ngele me gjet nuse këtu më përplasi me të njoh, ndoshta të njoh, unë nuk thash do të marr nuse. Thash që nuk kam hyrë këtu me tall trapin, gjë. Nuk e ke atë shans. A do më gjosh? Jo. Se je pordan, dhe të pëlqen vetja, nuk do të dëgjoj fare. Për zotin se është të më pëlqy vetja. Po jam të thëmë, po nuk e di pse jetë të mos sjell kështu. Princi kaltër. Unë kam edhe emrin Ariel. Ti po pikërisht pra duhet ta kishe ditur tashmë që ti të më thoshe wow, princesha Ariel, sa bukur dukesh aty te dallgët e detit, por jo. Pikërisht pse ke emrin Ariel po rriu, se mos e kish Ariel do kisha ikë me vrap, do rrihet merresha me ty kështu, se s'kam hyrë për të zënë këtu. Unë jam zënë sot në të gjithë kuptimin e fjalës në veten time dhe me njerëz. E di ç'a mendoj unë? Nuk kam bën nevojë për të thënë me njerëz diç. E di ç'a mendoj? Se që ke nëj pun këshuti që do kesh nëj far posti, menoj unë, nuk e di që mund t'jesh. Ke nëj pun që ke nëj post, mos te me nëj bashki, me nëj ven këshu se di, ose
Edhe Okej. Po të them, ore ta jap me jetë, edhe jem mësu me pas njerëzit poshtë vetës ty drejtë që do me pas dhe mu t'i priti herë njif pastaj, që është kjo? Tani mua, dua të të kem poshtë vetës, po në disa mënyra të tjera, jo kështu. Mund ta bësh të ligjin, s'ka problem. Çfarë ishte ai surati i bukur që bëre? Me ka aty? Vetëm. Pse më duket se kur po dëgjoj dy zëra? Sepse ndoshta nga që jam vetëm në dhomë, dhe dhoma është goxha e madhe dhe është të tin zërit dhe të vjen ty e qeshura ime se 2 herë. Me ka jeton ti? Unë jetoj me mamin tim. Tjetër? Jam fëmijë vetëm, babi nuk e kam më dhe kaq. Më vjen shumë keq që se ke babin, ngushëllime. Faleminderit. A jeton këtu në Tiranë apo? Unë jetoj në 21, që kam shpinë brapa Sabautin nga Bramut. Që kemi komshi, ose unë jam në Stirë, po që kemi largë. Po me qa merresh kështu diçmërinë tate, ma thuj ti? Aktualisht për 2 punë. Asje diskutoja? Po përse kështu, përse? Por e ta thash, ti herë 26 vjeç ti dukesh je fëmijë vetëm, dukesh je përkëdhelur as që lun topi këtë që je nga ato fëmijët e llastrum që me mësu me tart mrapa se duket. Kam shef të më llastojni ti. As që diskutoj. Edhe pastaj ta jap vetë gjithë ato të mirën që doni të merrni mbrapa. Kupton? Mjafton të më llastosh pak. Po deksha unë për ty sa i bukur që ke bërë sot. Hajde të shi. Edhe më thuj herë qa punë e bën? Tani, aq poshtë vetes nuk është se i kam njerëzit. Po qa lidhe ka, ku i kefi? Nuk më pëlqen të kem njerëzit poshtë vetes. Më pëlqen të njerëzit të diskutojnë, të argumentojnë për përgjigjet e dhëna. Okej. Më pëlqen të dëgjoj dhe të shikoj kuptimin e gjithkujt. Më pëlqen njerëz të zgjuar, më pëlqen shumë gjëra faktikisht. Okej. Nuk po të them të gjitha për një. Unë jam mësuese anglisht, ja. Okej. Po, a je dakord me mu që jam të i pjesa që ti ke njerëzit poshtë vete se jem mësuese e thua ti ullë aty, qo ti, pas që diskutoj. Jam i farë, për zotin jam i farë intuit, e kam i farë. Po që gëllanë? Më mirë se me qera t'i bëj ta, nuk është... Po qa lidhe ka, thjesht ajo gjëja që ti e mësu këshu s'ka lidhe me qerat, edhe unë e herë kur kam Mora i heri pastruse këtu të shtëpia me pastru shtëpinë, edhe i dhash asaj 5.000 lekë. E filloi të më dukte vetja si pronar. Shija rrotë vdek. Filloi të më dukte vetja si pronar nesër pas nesër. Tha një herë ti më shau, domethënë ku çka ke tha, se na çave tra bëj, jam pastruesi jot. Edhe më ktheva thash dale herë. Edhe puna jote, jam mësuar me nxënësit ti. Edhe Okej, kjo është puna parë, po puna dytë bën kurse apo? Puna parë ishte kjo, kurse puna dytë punoj në një zyrë private marketingu. Okej. Suksese, pa që sa më shumë punë. Shkoftë çdo gjë më së miri. Gjithashtu edhe kjo. A përdor kështu rrjete sociale tjera apo veç këtë azarin? Po ja, mos u futa kot pa lidhje. Kisha dëgjuar Altaria Zari dhe thash ta provoj dhe unë një herë. Edhe sot se kisha një dëshirë të madhe për të shprehur, domethënë për të shajë nga njërin, po nuk ishte ti ai që duhet të shaj. Mirë, okay, tash i thuj gjë. Nga gjithë këto 10 që ke kaluar, jam ai që Okej, nga gjithë këto 10 që ke kaluar, jam më interesanti që ka pa dhe pse do të dukaj keq. Më interesanti, më i bukur edhe më i artikuluar i deri tash. Faleminderit shumë, po e marr si kompliment. Po e shikon si më shape në fillim ishe gati. Mos të rritet menja. Për zotin nuk më rritet menja se i ngjoj për ditë këto gjëra. Është ja, filloj. I ngjoj për ditë të më shathem, jo të nuk
një person që do mburri një herë në jetën tënde, edhe pse nisi keq, po të përfundoj mirë. Okej, tashi, kur e ke ditëlindjen? Ditëlindjen e 14 gusht. Luan dhe ti? Fatkeqësisht, po, pse edhe ti luan një? Jo, unë kam ditëlindjen 11 gusht, shife veti se ç'a jam. Mos më thuaj që je virgjëresha. 11 gusht është. 11 gusht është luani normalisht. Po, normalisht, unë ç'a jam virgjëresh? Luani edhe ti. Luani. Po ke po mua, pra 2 luan nuk ka shanse. Si s'ka shanse, nëse jena luan pederasta. Jo, priti herë. Nëse jena luan pederasta, unë jam luan mashkull, ti luan femër qëri. Ne, o të cere, nuk e ditë me të nëse ti do të dalje vetë. Ore, dalje jotja. Ore, jotja del. O jeta ime, jotja del, më ras mos e diskutoj iqa. Të një fiks, mbaroj. A ma the këshu, e jotja del, ti ke drejt, ti fiton gjithmonë. E bëjmë. Se dushtë të jotja del. Mjaftu mjaftë që i herë drejt, mu pas Okej, a do visht ma pagushi kafe tashi? Direkt në sekonda ku je. Nastir, erda, sa të marrë makinë. Jo, më falë, sa të thaj flokët, sa kam bërtush. po mos më rej. Jora, Betoj që... Por e se s'mret, nuk mreti mu fakt, se jam në i farë, po më humbe muti, humbe jetën tate, më humbe se nga njoft 3 minuta më parë. Tashi, me thënë drejtën, ti dukesh e qikësho që je mos besu, se je qikësho, por që, se dip se kam i përshtypje që edhe kur ti kësh në këtu, thuta marrë herë këtë budalli me vërte. Se këshu me non për mund e ti budalli, nuk është se me non. Në ratë të parë, nuk mendoj asgjë për njerëzit. Në ratë të dytë varet se si u prezantoj vetë e tyre njerëzit që unë të mund t'i njoh, dhe në ratë të tretë është shumë rëndësishme kjo e dyta që thash, më besa. Si e prezanton tjetri vetën, pavarësisht se çfarë është ai, s'ka problem. Ti që doj. Po të paktën para me ta prezantoj veten ashtu si duhet. Kupton? Bravo. Jo, shumë mirë, nuk Tashi, që do bëjmë? Që do bëjmë? Është ora 10. Unë për 5 minuta do flej gjumë, sepse nesër kam një ditë nga ora 7 deri në orën 6 në punë dhe pasaj nga ora 6:30 deri në 8 në palestër, nga ora 8:30 që do vi në shtëpi deri në 9 do bëj një dush dhe do ha. Po unë nuk e di pse thu kështu, po se që kam i përshtypje që je mirë kështu dhe me upati si drejqe, as që diskutoj se zakonisht ju të mirat e mani qik vetën kështu, se nuk mund tjeti femër si drejqe për këdhelur, nuk ekziston fare. Edhe këtë me ngulja në kokën, ti mund t'jesh, po unë përqindja me madhe është t'jesh në i kukull që e ma vetën kështu. Edhe e besoj edhe këtë pjesë. Tashi, masit marrosh këto kafet e këto gjërat e qa ke me maruti, a do hargjosh edhe 11 minuta me mu? Po, këtu jam. Po jo këtu, mërse këtu jam të hargju me vetën, ose më duke se kur po folj me telefonin, se as të shof, as... Ti ke shumë të drejt, e kuptoj të pjesën, po në falë një. Do më falësh? Më falë qa? Më falë për që s'po më shef. Po normalisht për deri sa po folë ta kam falë unë, po që a do m'japësh 11 minuta nga koha jote live? Sa po t'i vesh? Live jam. Jo live, face to face, ball për ball. Shiko, ti e meriton një shans faktikisht. Por jo sot. Nuk thash sot, thash nesër, mbasi të marrësh këto gjërat e tuaja që ti më the. Pas orës 9 jam e lirë. Paradite apo darkës? Në darkë. Okej, super fare, unë zgjohem nga ora 5-6 kështu, edhe okej, nice. Mirë, flasim. Po më rejte i shallat malkoft zoti, edhe pse s'kam qef me... Ore që do të them. Ore mos më malkoni më njërë, se sot më nga ndodhur 1001. Edhe pse s'kam qef me të pa keq, po bësh aka. Mira, do ta them Instagramin tim, do më bësh mesazh? Më thuaj.
Greca vis poshtë 11. Grenca? Jo Grenza, jo, Greca. Mor djema, Greca me zysh anglishtje. Ajo do kërkoj për Grenza, tash s'ka pjedh motre që del me aty, po hajt vari karin.